Nuri fytyrës tënde. Fatimja e veja e Ebu Talibit kishte hyrë në Islam ose para ose pas vdekjes së të shoqit. E po kështu, edhe bija tyre Hani, motra Aliut dhe Gjaferit, po burri i Hanis, Hubere, ishte kryesisht mospërfillës ndaj mesazhit të njëshmërisë së Zotit. Megjithatë, ai e mikpriste të dërguarin kur u vinte në shtëpi dhe nëse gjatë njërës prej këtyre vizitave hynte koha e lutjes, muslimanët e shtëpisë faleshin së bashku. Njëherë kur kishin falur të gjithë namazin e darkës, pas të dërguarit, Hani e ftoi atë të kalonte natën me të. Ai e pranoi ftesën, por pas një gjumi të shkurtër, u ngrit e shkoi në xhami sepse i pëlqente ta vizitonte qapen orëve të natës. Atje dëshira për të fjetur i erdhi përsëri, dhe ai u shtri në Hijr. Kur po flija në Hijr, tregoi ai, më erdhi Gjibraili e më shpoi në këmbë. Me çrast ula ndenjur, por nuk pash asgjë dhe u shtriva përsëri. Ai erdhi prap dhe për së treti. Atëherë më mori për krau dhe unë u ngrita në këmbë, briti, e ai më priu ka porta e xhamisë. Aty ishte një kafshë bardhë midis mushkës së gomarit, me fletët anësh, duke luajtur këmbët, dhe çdo hap i tij shkonte gjerë ku mbërrinte syri. I dërguari i tregon se atëherë hipi mbi burakun, kështu quaj kafsha, dhe me krye engjëllin për bri, që tregon të rrugën dhe mas të hapin me kalin qellor, ata shpejtuan për në vëri. Matan Jethribit e Hajberit, gjërsa mbërritën në Jeruzalemin. Atëherë u takuan nga një grup profetësh, Ibrahimi, Musau, Isai e të tjerët. Dhe kur i dërguari u lut në vendin e tempullit, ata u mblodhën në namaz pas tij. Atëherë ati u sollën e ju ofruan dy enë, njëra me verë e tjetra me qumësht. Ai mori enën e qumështit dhe piu prej saj, por la enën e verës. Dhe Gjibraili tha, je përudhur në rrugën e kryeheshme, dhe të cilin ke përudhur dhe popullin tënd, o Muhammed, dhe vera ju është ndaluar. Atëherë, siç u kishte ndodhur të tjerëve para tij, Enokut dhe Elias e Isait dhe Mërjemës, Muhamedi u mor lart jashtë kësaj jete në qiell, nga guri në qendër të vendit të tempullit. Ai hipi sërish mbi burakun i cili i rahu fletët në fluturimin lart dhe u bë për kalëruesin e tij, siç kishte qenë koqia e zjarit për Elian. I prirë nga krye engjëlli, i cili tani e tregoi veten si qenie qellore. Ata u ngjitën përtej lëmit të kohës, e hapësirës toksore dhe formave trupore, dhe teksa kalonin përmes 7 qejve, ai takoi sërish profetët, me të cilët ishte lutur në Jeruzalem. Por atje ishin dukur siç kishin qenë në jetën e tyre mbi tokë, ndërsa tani po i shitën në realitetin e tyre qellor tamam siç po e shihnin edhe ata, e ai u mahnit me shëndrimin e tyre. Për Jusufin tha se fytyra e tij kishte shkëlqimin e hënës së plotë, dhe se ai ishte dhuntisur me jo më pak se gjysmën e tërë bukurisë ekzistuese. Por prap, kjo nuk janë paku Muhamedit mahnitjen me vëllezërit e tjerë, dhe ai përmendi në veçanti bukurinë e madhe të Harunit. Për kopshtët që vizitojnë në qejtë të ndryshëm, ai tha më pas, një pjesë xheneti sa një byryl është më mirë se gjithçka mbi të cilën ngrihet e perëndon dielli. Dhe nëse një hyri nga banorët e parajsës do t'ju shfaqi njerëzve të tokës, do ta mbushte hapësirën midis qiellit e dynjas me nur e aromë. Gjithçka po shitet tani, e shite me syrin e shpirtit, dhe ai pohoi për natyrën e tij shpirtërore, duke u referuar fillimeve dhe çdo natyre toksore. Unë isha i dërguar kur Ademi ishte ende midis ujit të baltës. Kulmi i ngjitjes së tij ishte dhe foljeta e skajt të mbram. Kështu quhet në Kur'an. Në njërin nga komentimet më të vjetra të mbështetur në thënjet e të dërguarit thuhet: si dretu l
mund teha. I ka rënjet në ash dhe shënon fundin e dijes se çdo ditësi. Qoft ai kryemelek a pejgamber Resul. Gjithçka për te saj është misteri fshehur, i panjohur për këdo, veç Zotit. Në këtë maj të gjithësisë, Gjibraili ju shfaq në tërë shkëlqimin e tij, kryengjëllor tamam siç ishte krijuar për së pari. Atëherë thot shpadhja. Kur mbështjellësja mbështolli fojletën, syri nuk u lëkund, e as nuk shkeli. Vërtet, ai pa nga të gjitha shenjat e Zotit të tij, më të madhen, sipas komentimit. Drita hyjnore zbriti mbi fojletën dhe mbështolli atë e gjithçka tjetër. Syri të dërguarit e vështroi, pa u lëkundur e pa u kthyer me njan. Kjo ishte përgjigja, ose njëra nga përgjigjet, ndaj lutjes së përmbajtur në fjalët e tij. Kërkoj streh për nurin e fytyrës tënde. Tek fojleta, i dërguari mori urdhrin e 50 lutjeve në ditë për popullin e vet dhe bashkë atëherë mori shpalljen që përmban kredon e Islamit. I dërguari beson dhe besimtarët besojnë në çfarë është zbritur nga Zoti i tij. Çdo njeri beson në Zot dhe në engjëjt e tij, librat e tij dhe të dërguarit e tij. Ne nuk bëjmë dallime se cili do prej të dërguarive të tij, dhe thonë, dëgjojmë e bindemi. Jepna, Zoti ynë, faljen tënde. Të tij është kthimi mbram. Ata zbritën përmes 7 qeve tamam siç ishin gjitur. I dërguari ka thënë, gjatë kthimit kur kalova Musain, dhe çmik i mirë që ishte ndaj jush, ai më pyeti. Sa namazet të janë ngarkuar, i thash, 50 vakte. Çdo ditë. Dhe ai tha, namazi me xhamat është gjë e rëndë dhe populli yt është i dobët. Ktheu te Zoti yt dhe kërkoj t'ju lehtësoj barën, ty dhe popullit tënd. Kështu që u ktheva i kërkova Zotit tim të lësonte. Dhe ai hoqi 10. Atëherë kalova prap Musain dhe ai përsëriti ç'kishte thënë më parë. Kështu që u ktheva prap dhe mu hoqën 10 vakte të tjera, por çdo herë që kthesha te Musai, ai më niste mbrapsht gjersa më në fund më ishin hequr të gjitha vaktet, përveç se 5 për çdo ditë dhe natë. Atëherë u ktheva te Musai, por ai foli një lloj si më parë, dhe unë i thash, jam kthyer te Zoti im e i kam kërkuar, aq sa kam turp, nuk shkoj më. Dhe kështu ati i falë të 5 me besimin të mirë e me bindje në begatinë e Zotit, do t'i jepësh shpërblesa 50 vakteve. Ku kishin zbritur të shkëmbi Jeruzalemit, i dërguari dhe kryeëngjulli u kthyen në Mekë, nga kishin ardhur duke ka përcyer shumë karavane të nisura për në jug. Kur mbërritën qaben, ishte ende natë, se andemi i dërguari i shkoi përsëri te shtëpia kushërirës së tij me fjalët e saj. Pak para agut, pejgamberi na zgjoi dhe pasi falim sabahun më tha: O Umhani, mbrëm e fala me ju Yatsin në këtë rrugin siç e pe. Pastaj shkova në Jeruzalem dhe u fala atje. Dhe tani fala me ju sabahun siç e pe. Ai u ngrit të shkonte dhe unë ja kapa hirkën me aq forcë sa që ajo i ra, duke ja zbuluar barkun se të kishte qenë ropa mbuku e varur në brez. O pejgamberi i Zotit, i thash, mos u trego njerëzve se tash të përgënjeshtrojnë dhe fyejnë. Pasha Zotin të tua them, o gjegja i. Ai shkoi në xhami dhe u tregoi atyre që pa për udhëtimin e tij në Jeruzalem. Armisht unë ndjen më njëherë nga dënjëshëm, sepse mendonin që tani kishin një sebeb të pamohueshëm për tadje. Çdo fëmijë i Kurejshëve e dinte se një karvani i duhej një muaj për të shkuar nga Meka në Siri e një muaj për t'u kthyer. Dhe tani Muhamedi pretendonte se kishte shkuar e të ishte kthyer së andemi për një natë. Një grup burra shkuan tek Ebu Bekri dhe i thanë: Ç'mendon për shokun tënd tani?
po na thot se shkojnë brëm në Jeruzalem, dhe u lut atje pastaj u kthye në Mekë. Ebu Bekri i akuzoi se gënjenin, por ata e siguruan se Muhamedi ishte në xhami në ato qaste dhe po fliste për këtë udhtim. Në thoftë ashtu, atëherë është vërtet. Çka këtu për të çuditur? Ai më thot se i vin habere nga qielli në tokë, dhe një orë të ditës ose të natës, dhe unë e di se flet të vërtetën, dhe kjo është shpërtej asaj që fajsoni. Atëherë ai shkoi në xhami për të përsëritur konfirmimin. Në thoftë ashtu, atëherë është e vërtet, dhe pikërisht për këtë ja vuri i dërguari emrin Es-Sidik, që do të thotë dëshmuesi më i madh i së vërtetës, ose konfirmuesi më i madh i së vërtetës. Veç kësaj, disa të cilave ngjarja u kishte dukur e pabësueshme, nisën të mendoheshin sepse i dërguari i përshkroi karvanet që kishte kapërcyer rrugës për në shtëpi e u tha se ku ishin e kur mund të priteshin të mbërrinin në Mekë, dhe secili mbërriti sipas parashikimit, ndërsa hollësirat ishin sipas përshkrimit. Personave në xhami ai u foli vetëm për udhëtimin e tij në Jeruzalem, po kur ishte vetëm me Ebu Bekrin dhe shoqëruesit e tjerë, ai u foli për ngjitjen e tij në për 7 shekut, duke rrëfyer një pjesë të saj që kishte parë për të treguar më tepër gjatë viteve në vijim, shpesh si përgjigje ndaj pyetjeve.